Falënderimi takon vetëm Allahut, vetëm atë falenderojmë, falje dhe ndihmë prej tij kërkojmë. Atë që uzon Allahu nuk ka kush e humb, dhe atë që humb Allahu subhanahu wa taala nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut që është i vetëm dhe pa shok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër, në sot me lejen e Allahut xhelle xhelala do të flasim sa i përket kësaj bisede që gjatë gjithë këtyre kohërave është fol, dhe ajo është ndodhia që ndodhi në shtetin tonë fqin Itali, ai tërmet i cili pati pasoja dhe më e madhja ishte që pati ato pasojat në njerëz. Vëllezër, ne duhet kuptojmë dhe të analizojmë sa i përket tërmetit dhe si e trajton Islami këtë fenomen. Do të kuptojmë se tërmeti apo ato tërmetet të cilat vinë njëra pas tjetrës dhe janë të shpeshta tregojnë ardhjen e ditës së Kiametit. Profeti alayhi salatu wassalam na ka treguar në hadithin e tij kur thotë la taqumu as-sa'a, thotë profeti alayhi salatu wassalam se nuk do ndodhi dita e Kiametit, la taqumu as-sa'a hatta yuktharu az-zalazil ويظهر الفتن وتقارب الزمان وتكثر الهرج. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk do të bëhet dita e Kiametit derisa të ngrihet dituria, të shtohen tërmetet, katastrofa, të afrohet koha, të shtohen fitnet dhe të shumëfishohen luftrat dhe vrasjet. Pra profeti alayhi salatu wassalam në këtë hadith na tregon, dhe nga pjesa e hadithit është se tërmetet e njëra pas tjetrës të shpeshta na tregon afrimin e ditës së Kiametit. Vëllezër, sa i përket tërmetit është një fenomen që Allahu xhelle xhelaluhu në një farë mënyre demonstron fuqinë e tij absolute, që për t'i treguar krijesa se të gjithë janë poshtë sundimit të Allahut xhelle xhelaluhu dhe mëshirës së tij. Edhe po ta shikojmë, Allahu subhanahu wa taala e krijoi këtë planet, këtë tokë, e krijoi këtë tokë dhe bëri atë të përshtatshëm për njerëzit, sikurse na tregon ajetin e tij kuranor, kur Allahu subhanahu wa taala thotë: "Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ." Allahu xhelle xhelaluhu në këtë ajet kuranor thotë, Allahu është ai i cili ju krijoi tokën dhe e bëri atë të nënshtruar për ju. Dhe ju hesni në pjesët e saj dhe hani prej begatisë të saj dhe ju tek ne do të ktheheni, thotë Allahu xhelle xhelaluhu. Pra, apo siç thonë ajeti tjetër kuranor kur thotë Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara. Zoti ju a bëri ju tokën e fortë, tokën e stabil, e cila nuk dridhet, e cila është në një formë që është shumë e përshtatshme për krijesat. Pra imagjinoni sikur kjo tokë që Allahu xhelle xhelaluhu e krijoi kishte qenë e gjitha bashkë, nuk do të kishte mundësi krijesa të jetonte. Apo anasjellta sikur ajo kishte qenë e fortë, në atë formë që nuk do të kishin mundësi as të mbillnin dhe as të vinin ato vend banimet e tyre. Por Allahu xhelle xhelaluhu e krijoi këtë tokë shumë përshtatshëm për këta krijesa. Dhe e drejtatë, e trëndita tokë për t'i friksuar krijesat e tij. E drejta tokë për treguar fuqinë e tij të madhe. Se jo gjithmonë Allahu xhelle xhelaluhu e trëndit, sikur ajo gjithmonë të trënditesh, të dridhesh, askush nuk do të kishte mundësi të jetonte në këtë tokë. Po Allahu subhanahu wa taala ndonjëherë e trëndit për t'i treguar krijesave të tij fuqinë e Allahut xhelle xhelaluhu. Gjithashtu vëllezër, tërmeti është një fenomen që Allahu xhelle xhelaluhu i frikson krijesat e tij me këtë fenomen. I frikson këta krijesa me qëllim që ata t'i nënshtrohen dhe t'i kthehen atij. Po ta shikojmë ajetin kuranor, Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dhe neve nuk i dërgojmë këto argumente, pra këto fenomene vetëm për t'i friksuar krijesat tona. Pra, me qëllim që ato të kthehen, me qëllim që ato të respektojnë. Prandaj Ibn Mesudi
radhiyallahu ta'ala anhu, kur ndodhesh në Kufe, u trëndit, ran internet në Kufe, me njëri Ibn Mesudi i tha njerëzve, e juhan nas, o njerëz tha, ky është një qërtim që Allahu ju qërton juve. Pra, kuptimi i fjalës Ibn Mesudit është që ky fenomen që Allahu e bëri ke ju është me qëllim që t'i ktheheni, t'i nënshtroheni dhe t'i largoheni prej harameve dhe mëkateve. Prandaj edhe po të shohim profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ndodhesh në Medinë, kur ndodhesh apo kur kishte fenomene të tilla siç kishte era të fuqishme, menjëherë profeti alaihi salatu wasallam i ndrohesh fytyra, i friksohesh dhe i përkushtohesh Allahut duke bërë istighfar. Dhe thot Ibn Hajar al-Asqalani, thot fenomene të tilla që janë era të forta, me qëllim që njerëzit friksohen dhe t'i nënshtrohen dhe t'i përkushtohen Allahut, normalisht thot edhe tërmetet të cilët janë fenomene dhe më të forta se këta era, normalisht janë fenomene dhe argumente që njerëzit t'i friksohen dhe t'i nënshtrohen Allahut xhelle xhelaluhu. Për këtë arsye vëllezër, nga fenomenet që tregon ose nga gjërat të cilët tregon tërmeti është se Allahu xhelle xhelaluhu shpreh zemërimin e tij dhe hakmarrjen e tij kundrejt atyre jo besimtarëve, të cilët nuk e pranojnë dhe nuk i binden dhe nuk i besojnë shpalljes Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe si till Allahu subhanahu wa taala shpreh zemërimin e tij. Na tregon këtë gjë në ajetin kuranor ku tregon se si Allahu subhanahu wa taala i ka shkatruar popujt e mëparshëm. Kur thonë fa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhim hasiba wa minhum man akhadathum as-sayha wa minhum man rajafa bihi al-ard wa minhum man aghraqna wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor thotë dhe për këtyre popujve ne i dënuam për shkak të mëkateve që ato bën. Dhe për këtyre thotë ne i dërguam një erë dhe një ciklon të fuqishëm që i shkatruam. Kurse për këtyre thotë ne i quam një krisëm që i morën jetën me njëherë të gjithëve, dhe për këtyre thotë i fundosëm tokën dhe i fundosëm dhe i shkatruam totalisht, dhe për këtyre thotë Allahu i mbytën me ujë, por Allahu thotë nuk i bëri këtyre njerëzve padrejti, për ata ishin të cilët i bën padrejti vetës tyre. Ose siç thot Allahu xhelle xhelaluhu në ajetin kuranor, kur thot për popullin e Shuaibit, që Allahu e myti dhe fundosi popullin e Shuaibit me çfarë? Me tërmet, me dridhje të shpesh dhe të vazhdueshëm derisa shkatroi atë të tërë. Prandaj Omar ibn Abdulaziz radhiyallahu ta'ala anhu thot inna hadhihi zalazil shay'un yu'aqibu Allahu bihi ibadah. Thot Umar ibn Abdulaziz se këto tërmete thot janë argumente që Allahu dënon me ta njerëzit e tij, robët e tij. Vëllezër, normalisht ta tërmete edhe nëse fundosen ose edhe nëse e psojnë besimtarët, por ato në ahiret janë shpëtuar. Pra janë mëshirë për besimtarit, sepse në ahiret ata nuk do të kenë dënime të tilla. Na tregon profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij kur thot ummeti hadhihi ummatun marhuma. Ummeti im thot është ummeti që Allahu e do ta mëshirojë këtë ummet. Në ditën e Kiametit ajo nuk do të ketë dënim, kurse në këtë botë Allahu i dënon ata ose me tërmete, ose me fitne, ose me luftra mes tyre. Gjithashtu vëllezër, shkaku dhe pasojat që pse ndodhin këta fenomene dhe këta tërmete, nuk ndodhin vetëm për shkak të veprave të njerëzve. Pra neve flasim fetarisht nga ana e Islamit, edhe duke u kundërpërgjigjur atyre njerëzve të cilët thonë se këta fenomene ndodhin për shkak të natyrës. Ne themi jo, ta ndodhin për shkak të zemrimit Allahu xhelle xhelaluhu dhe për shkak të veprave të këtyre njerëzve të cilët nuk i nënshtrohen, nuk i zbatojnë urdhrat e tij dhe pasojat janë tërmetet dhe janë katastrofa. Allahu na thot në ajetin e tij kuranor: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Allahu xhelle xhelaluhu thot